秋は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由の柱を蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど俺を前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンTajfuni fuqishëm pritet të bjerë mbi kadishullin tonë sot në mbrëmje. Presioni atmosferik do të kapi shifra të larta. Do të arrijë deri në 920 HPA. Moti do të shoqërohet me rreshje dhe vranësira të shumta. Tani vazhdojmë me lajme. Hey, dëgjova të zhurmën. Shko hidhi një sy. Ose do të ketë thyer ndonjë pe. Krimeve. E po këto kryqe tregojnë vendet se ku janë raportuar incidente. Me sa duket, të gjithë kanë ndodhur rreth liçenit. Qenjet njerëzore po kthehen në ujë, kjo është shumë e çuditshme. Fenomeni i shëndrimit të njerëzve në ujë. S'është as pak e çuditshme në këto ditë të nxehta vere. Sa e mërzitshme. Hej, Chucky, çfarë po shikon ashtu? Ata, çfarë po bëjnë ata? Shikoj gjithë ato çift aty. Vitin tjetër duhet të gjej patjetër një të dashur, s'ka rëndësi si është. Chucky. Po tani ç'ke? Zonjusha Kazue. Çfarë? Ja ku është atje. Ku është ajo grua e bukur? Mendoj se e humba. Sa e çuditshme, ajo ishte afër atij varri të vjetër. Ku? Pas ke goxha trup, moj vajzi. Që nga një varr i harruar. Ha? Çfarë është kjo? Çfarë je duke bërë këtu? Nëse je vizitore, largohu që këtej. Zonjusha Kazue? Ikawa, ti je? Mizuki? Siç të kam thënë, ekziston shpirti i ujit që quhet Mizuki dhe ka jetuar këtu në këtë liçen prej shekujsh me radhë. Ky është një vend sekret i shpirtit ku asnjë qenie njerëzore nuk mund ta shkeli me këmbë. Një vend sekret? Por fatkeqësisht, legjenda ka filluar të harrohet dhe varri i Mizukit është braktisur dhe shkatërruar plotësisht. E di, ti s'pas ke ndryshuar fare Ikawa, që kur ishim në universitet, ti gjithmonë ke qenë një mik i vërtet për shpirtrat dhe zanat. Po, por ti, nga ana tjetër, duhet të qëndroje me profesor Kuori. Ai është i ligë. Ai sulmon shpirtrat dhe përpiqet të përfitojë nga fuqitë e tyre të fshehura. O, Ikawa! Këtu!
Zonjusha Kazue. Ke ardhur këtu për të bërë hetime me urdhrin e ti? Tani merr shokët e tu dhe largohu që këtej. Zonjusha Kazue? Është nderi madh të vraposh për tek ty në një vend si ky. Përshëndetje, Zonjusha Kazue. Hikawa! Më duket se të thash që të largohesh. Çfarë problemi ka ai? Unë dhe Hikawa kemi studiuar në të njëjtin universitet. Pastaj, ju të dy keni bërë kërkime në fusha të ndryshme me profesor Kuori? Po, ke të drejtë, ai ishte ndihmësi preferuar i profesorit dhe Hikawa kishte shumë respekt për të. Por pak e nga pak, ai filloi të mos ishte dakord me kërkimet e tij. Në atë kohë, ne ishim ende duke punuar për zbulimin e armës me silenciator. Punonim ditë e natë. Profesor! E pabesueshme! Çfarë je duke bërë kështu? Hikawa! Nuk mund ta besoj që ke krijuar një armë që vret shpirtrat. Më thuaj, çfarë po mendoje? Për çfarë po flet kështu? Mjaft thash. Profesor, ti ke humbur respektin për ato që s'mund t'i shikojmë. Shpirtrat nuk trajtohen si derra. Hikawa! Unë e pyeta pse po largohej kur ne kishim ecur kaq shumë me profesorin. Ai mund të kishte gjithçka, por u largua dhe tha se do të shkonte te liçeni, atje ku jetojnë shpirtrat e njerëzve. Ai donte të jetonte një jetë të qetë atje. Dhe pastaj Më dëgjoj një sekond. Përse nuk vjen me mua, Kazue? Do të pres tek stacioni sot. E propozoi. Po unë nuk mund të shkoja me të. Pse jo? Atë natë. Për mua ndodhi një mrekulli, mu caktua detyra e parë. Kjo është? Zonjusha Kazue, aparati transportues. Po. Dëgjoj me kujdes. Kur do të bëj një shenjë godit me armë përballë, kuptove? Po e kuptova, zotri. Atë natë, kisha vërtet nevojë ta shikoja Hikawan. Nuk ma merrte mendja kurrë se do takoheshim pas kaq shumë vitesh. Mendoj se kam folur shumë. Shkojmë të flemë. Çfarë ishte kjo? Ja pra më në fund. Erdhi koha që edhe ti të shfaqeshe.
Mizuki. Zonjusha gazue! Çfarë është kjo? Ky është përbind që i kthen njerëzit në ujë? Çfarë po ndodh atje? Ç'është ai gjarpë? Koki, faleminderit. Ky mund të jetë një shpirt i vërtet, por unë ndjej erën e farës së Karumës. Çfarë po thoje? Thot që ky përbindësh nuk është shpirt, por Në fakt ai është një përbindësh i Karumës. Çaki, po Çaki ku shkoi? Kur unë po duaja goditi zemrash, zoti Ikawa u shtu. Si kuptoj fare këta njerëz? Zoti Ikawa! Zoti Ikawa! Zoti Ikawa, më në fund ju gjeta. E janë me njëherë ka disa probleme tek liçeni. Zoti Ikawa, çfarë keni kështu? Mizuki. Zoti Ikawa, mirë jeni? Qeni hyjnor, ti po e bën këtë? Ne nuk kemi bërë asgjë. Seriozisht, ne vetëm kemi mbjellur farat e Karumës që t'jemi rehat me shpirtra që shqetësojnë atë gjatë gjithë kohës. Mizuki duket shumë i lumtur tani që më në fund do të vetë mbrohet. Po gënjen, ti thjesht po përpiqesh të përdorësh shpirtrat dhe synimet e tua të këqija për të zgjuar liksin dhe farat e Karumës. Bën mirë të nxitosh, përndryshe Mizuki do ta glabërojë engjëllin tonë të dashur. Zoti Ikawa, çfarë po ndodh? Çfarë? Mos të lutem Mizuki, mos i bëj më keq njerëzve. Ndalo! Mizuki! Mizuki! Hey, njerëz! Ikawa! Zenki, bëu gati! Dhe unë tani zgjoj ëngjëllin mbrojtës. Do t'i çliroj fjalët magjike me shpatën sekrete. Sulmi hapur! Forca të mbinatyrshme! Ringjallu Zenki! Ringjallu! Zenki është ringjallur përsëri. Si guxon të më përdorësh ti mua në emër të shpirtrave, ha? Priri art! Forca! Forca! Zenki! Oh, mos! Zenki ti humbasin fuqit në ujë. I poshtër! Prite këta tani! Që kaj fuqishëm! Çfarë po ndodh kështu? Nuk po ngjitet lart. Zoti Zenki! Zenki! Nuk më merrte mendja kur se mund t'i ndodhte diçka atij. Të lutem mos. Ti e di që Mizuki nuk është i keq. Nëse nuk e bëj, ne do të kthehemi të gjithë në ujë. Ti kërkon që të ndodh kjo? Pra mos pas ke ndërmend që të më qellosh dhe mua, apo jo? Më hap rrugën, Ikawa. Jo. Atë ditë
2 vjet më parë unë atë ditë po përgatitesha të takoja te stacioni, derisa mora të punën. Faleminderit shumë. Ja dolëm mban. Ky është përfundimi i kërkimeve tona. Profesor, Nuk ka asgjë që shkenca nuk mund t'i jap zgjidhje. Për të ndihmuar ata që kanë mundime, për shkak të forcave që ne nuk mund t'i shohim, duhet vazhdojmë kërkimet tona dhe të mos dorëzohemi kurrë. dhe vona të natë, unë vrapova për te stacioni për të takuar ty, megjithse nuk doja të vija me ty. Ky është profesioni im i vërtet. Këtë doja të thoja. Unë e ndjej thellë në zemrën time se po bëj diçka për të ndihmuar njerëzit. Kazue. Zeki! I mallkuar. Zeki! Mizuki, të lutem ndalo më një herë. Duket se Mizuki e kupton vërtet se çfarë thot zoti Ikawa. Shpresoj që të jetë ashtu. Jam dakord. Ha? Mizuki! Kazue! Ndalo Mizuki! Nuk po më njeh se kush jam. Zoti Ikawa, ai nuk është Mizuki që ju keni njohur më parë. Ai është i përbindës i Karumës, i pushtuar nga një fare Karumës, dhe sa njerëz të tjerë duhet të kthehen në ujë që ta kuptoni. Arvaj që do të shkatrojë errësirën dhe ka për të më dhënë fuqinë e nevojshme. Rojtari Kos, o draguajar! Angel i mbrojtës kryesor! Forca! Kahar! Samaskara! Thras 15. Mizuki, mos më detyro ta bëj këtë. Po përpiqesh të thuash që njerëzit dhe shpirtrat vinë nga botë ndryshme? Mu përgjigj, Mizuki, mu përgjigj! Mirë atëherë, mere këtë! Sapata e artë e vdekjes! Një fare Karumës përzier me pastërtinë e shpirtit. Këtë e meriton me të vërtet miku im i mirë Kokutei. Qeni ridor! Mos e bëj, na e kthe atë përsëri neve. Lam të mirë. Prit! I poshtër! Faleminderit Ikawa. Faleminderit shumë që u përpoqe për të na shpëtuar neve. E vërteta është që unë nuk bëra asgjë. Nuk e dija që në krahun tënd ishte një përbindësh i fortë që të mbron. Po tani çfarë? Unë do të qëndroj këtu. Edhe nëse do të më duhet të jemi vetëm, unë do ta mbroj liçenin e fshehtë, që është dashuria e vërtetë e Mizukit. Por tani unë nuk jam më i sigurt nëse ai do të më pranojë dhe shpresoj shumë që të më fali që e drejtova armën mbi të. Oh, Ikawa. Hej,
Ata e din që unë i urej kur e bëjnë këtë gjë. Zenki, mendon se Mizuki ka vdekur? Mizuki është një shpirt, dhe shpirtrat nuk vdesin kur. Oh, lavdi Zotit. Merë, kjo armë është e jotja. Faleminderit shumë, Mikawa. Prit! Të gjithë njerëzit që ishtë shndruar në ujë tani po dalin nga liçeni. Falë Zotit, ata janë mirë. Bëj mirë të shkoj të ndihmoj ato, sidomos vajzat e Po, reja. unë dua të ndihmoj po ashtu.